Profesor Grima, një humbje që nuk pritej, një përmbysje në pjesën e dytë. Po vendosin disa momente pa kujdesie tona, në fakt se realisht vajzat sa të kanë luajtur mirë është për të përgëzuar, ishin përballë një kundërshtar shumë fort fizikisht. Normalisht ne jemi edhe në fund kampionatit dhe vajzat vinë nga kampionatet tyre që kanë kërkesat e mëdha fizike. Plus që ishim aty dy ndeshje mjaft forta. E përballuam mirë, realisht gjëra më e drejtë mund të ishte pak të barazimi këtë ndeshje, jo ta humbim. Megjithatë, ajo që ne kishim objektiv u realizu dhe prap jena të gëzuar, edhe edhe mas saj humbje ne jena të gëzuar sepse jemi në objektiv tonë. Përsëri për ndeshjen Megi Doçi pati mundësi ta dyfishonte avantazhin për të qenë ndoshta me qetë skuadra në pjesën e parë. Megi ka dhënë shumë sot, ashtu si gjitha vajzat, Megi është kapiteni, ka udhëheq mirë skuadrën në fushë, ka luajt. Ato janë momente që mësa ne shkuat e gol do ishte më mirë, por kur topi niset për me shku në port. Sa i ke çardhën ndjenjë, profesor, kur humbja vjen në minutat e fundit dhe me një përmbysje? Shife, jam i ke çardhën për atë që dhanë vajzat në fushë, realisht jam shumë i ke çardhën, sepse po punojmë shumë. Edhe momentet të veçanta ne kena luajtje besimit edhe nuk na bën pak vetë besimi jonë. Megjithatë, unë vetëm i përgëzoj vajzat, vetëm i përgëzoj për këto eliminatore që kena bërë, që në këtë grup nuk është e kollajt, pra është dyer Kroacin të përballësh si barabartë me Çekin, Klush në plot dinjitet me Ukrainën. Besoj se është një paraqitje e mirë. A kena nevojë më për një suport tjetër që kemi ne për? Ju thotë edhe më herët humbjet e rivalëve tuaj të grupit apo të grupeve të tjera bën që Shqipëria të qëndrojë në ligën B, çka ishte edhe objektivi i Shqipërisë. Ne mena objektivit, edhe jam shumë i gëzuar edhe i uroj shumë vajzat për këtë objektiv që kanë arritur. Sepse për fund të këtë grupë ne Shqipëria jena fuqi e madhe futbollit femrave. Po ta shohim të krahasojmë veten me tjerët, besoj që jena vite larg tyne, të paktën si futboll femrash. Që duhet të jetë vërtetësia e kombëtarëve të Shqipërisë, por edhe e teknikut Grima. Tash po shijojmë këtë kualifikim mirë, masa ne po mendojmë për më gjatë, kena kohë me fol për të ardhmen. E rëndësishme është që tash steka nuk është më poshtë, steka e kombëtarëve shqiptarë në futboll është lart dhe duhet ta mojmë aty ku jemi, mos ta çojmë pak më lart, sepse edhe këtë radhë ishin mundësitë që ndoshta mund të kishim, po të çojmë pak pikë që kena lënë, mund të kishim edhe një klasifikim nësh, edhe mund të fliqim prapë nësh son. Megjithatë unë jam shumë i këtuar. Tifozeria përsëri pani jush, ju mbështeti nga shkallët e stadiumit Loro Boriç. Po në Shkodër s'është çudia si herë me pas tifoza, në Shkodër është çudi mos me pas tifoza, unë i falenderoj nga shpirti për ndihmën që na kanë dhënë, sepse janë një faktor shumë i rëndësishëm për vajzat. Ata kanë nevojën e këtij publiku që i mbështetet gjatë 90 minutave dhe nuk gjej fjalë për t'i falenderuar. Sukses e kemi. Faleminderit ju.